Po. Je ngritë si lojtare kur e ke shkput. Por që do isha ngritë më shumë nëse do ta... Po do ishe... Ta kishe majtë relatën. Por ti ke pas problem me gimbën. Jo, se ishte gjelos gimbëja. Problemi im ka qenë që unë, kur e kam kuptu që te pishina, që po keq interpretohet... aty atë ditë. Po. Ishte dash me i thonë... Jo, qa fleti more? Si pishin mi më? Te pishina, te pishina ku ka ardhë Mateo me 3 janar. Më falë, okej. Do thënë si bie 3 janar, prajmin e radhës Mateo del duke akuzu, dhe unë të nesër me mbas prajmit jam ule aty që kujtot që të janë te pishina që doli klipi. Që unë i thash tim thema si do t'i ta lejmë. Dhe më tha mu gënjes, është e vërtet, edhe ashtu doli. Dhe aty te pishina ishte dash me i thonë, e di se shpuna, po, unë tani iki nga aty, nëse do të kesh cilë e korrekt, dhe thënë e prerë. Po unë kam një natyrë Roger që e bëj në jetë sepse e bëj me njerëz që nuk përfitoj nga unë. Kuptoj. Si atyre që si kërkon pagesën pra. Patjetër, i lej hapësirë. Pres atë që t'jetë korrekte. Ky ishte dash, mirë, në atë moment kur unë e kam kuptuar, se unë e kam kuptuar që diçka s'shkon. S'mund të them që e kam kuptuar që po e shfrytëzon, se normalisht nuk do lejoja veten time të shfrytëzohesh në atë aspekt, por që në atë moment ishte dash me ja bë të qarta dhe pikat mbi i. Se njëri ka këtë mënyrën e të folurit që ta kalon me batutë e di që ti s'ke hall pa qesh. Kupton? Nëse ti rrin me atë, i ka këto batutat e veta ose këto mimikat që ti me njëri që rrin, nuk e hall pa ja kuptu. Dhe unë mendoj që ai ka qenë gabim, domethënë nëse do ishte një ortakëri vërtet e shëndetshme, edhe funksionale, ishte dash mund dash hapi nga sheqeri që thotë. Po e vërteta pas ka qenë që strategjitë aty pas kanë qenë kurrë një ortakërie, se unë ja thash, kur ndam, i thash okay, më thuaj ti mua një rezultat të ortakërisë tonë. Unë mendoj që ortakëria jon ka qenë mbështetja që unë i jepja atij kur sulmohej dhe mbështetja që më jepte ai mua sa herë kam qenë e atakuar. Kaq edhe për atë pjesë normal që vërtetoj. Edhe e ka shpreh, ka dash me të heq kokën me shkop bejsbollit në lojë normal, në shah, kupton që të fitojnë mretin në fund. Të vlera vetes. Po pra, mbretëresha në shah pra. Po pra. Domethënë edhe çfarë pretendon tash se do prit shohun gjatë tjetër me mua? Jo. Dhe unë ja kam lanë me hinte të vogla, ja kam lanë me sinjale të vogla. Çdo pranë. Pranej u bëha mallë pastaj, unë e miri që unë shiringat e gjanat. Që ta kuptoj të më shumë. Që am ka pëlqyer mua cilë që ke bëti me Mirin? Jo. A jam dakord me çka ke trajtuar ti Big Brother? Sjellja të tipit që je mundu, opinioni unë se ndryshon. Ka mund të ankohen. Po, je mundu me ul, me qetësu. Po s'duhet me të pëlqyti se unë jam kundërshtari jot më i madh. Po pra, normal, po jo s'pëlqen në mënyrë absolute, por shumë unë kam rrit veten unë ashtu si strateg. Bravo, unë filloj një debat me ato, i tha pse s'ke reaguar ti ndërhyje. Edhe unë thash, shiko, po ta merr situatën. Rregull, është strategjia jote që ti ke dash me qetësu. Është trajtuar prime fakti që ti i ke futur sheringën.